Laert Vasili, heroi tipik i kohës sonë, Viktor Zhusti bën shkrimin e fortë për banorin e Big Brother VIP, thot gjërat që asnjë si dinte. Artisti i mirënjohur Viktor Zhusti ka shkruar një ese ku ka thënë më shumë ndodhi për Laertin si dhe për figurën e tij, teksa shkrua ndër të tjera: e keqja më e madhe në këto udhkryq dilemash nuk isha pranë as mikun dhe kolegu Laertin, me të cilin diskutoj her pas here nga që njoh dhe respektoj formatin dhe aftësinë e tij. Kishte rënë në një kurth televiziv, ashtu i vetëm si ndodh shpesh herë në teatr, për të krijuar një atmosferë meditimi. Drita zbehet, lëshohet një fjoll tymi, dëgjohen ca nota legato në teljen sol, dhe mendja ime u përhumb dhe nisi të tjerë. Kur je i mbyllur, qoftë në Big Brother VIP, në cilin do të mëparshëm në burgun 313 të Tiranës, në çdo qytet tjetër, në psikiatria, cilin pavion tjetër, bota të ngushtohet në raport me hapësirën ku je izoluar. As që e merr vesh se ç'ndodh dhe gjykohesh nga jashtë, sikurse dhe ata që kuptojnë se shkurdiset në të vërtetë atje brenda. Lidhja mes dy botëve ndërpritet, komunikimi zero, informacioni vetëm vjen nga racioni që të jep moderatori, gardiani, infermieri. Të kanë mbyllur që të mos ndikohesh, por ata jashtë, ata që mbushin shkallën e cirkut, presin me padurim, ndeshje, garë, nerva, lot, konflikt, thirrje, decibel, ulërima. Normalja s'ka efekt, logjika s'ka interes, urtësia prish punë. Dhe më ka bërë të kuptoj që njeriu nuk ndryshon, dhe Laerti këto 25 vitet e fundit që njihemi nga afër nuk ka ndryshuar karakter e karakteristika, veç i ka theksuar. Jeta gjithashtu më ka treguar që sa do të jesh i bindur që e njeh dikën, mos beso kurrë që e ke njohur deri në fund. Që Laerti është impret, i kulturuar, kolegët e tij dhe respektojnë. Tani përmes Big Brotherit e mësoj krejt Shqipëria, përdora termin shqiptaria pasi miku im jo vetëm që e pëlqen dhe e konsumon si fjalë, por e ka akar që e luan me shpirt e forcë, pa lënë t'i shpëtoj rasti. Ndikon ndoshta në këtë format edhe përjardhja, nëna e tij dhe e njohura ime familjare, zonja e nderuar Rebeka, në takimin surprizë si një tragjedi të antikitetit, duke deklaruar plot pathos se thirrri ka pedan, pasi ajo si çdo nën kujdon se ka lindur një hero. Në të vërtetë ka lindur një aktor. Laertit është dashur t'i bëjë një luftë të pabarabartë, pas që se ka pasur për gjë ta përballojë, pasi ka intuit dhe mençuri, por shpesh është dashur edhe ta derdh. Miku im Laert shumë herë ke shkëlqyer, po jo edhe pak herë më ke bërë të ndjem ngushtë të rrudh buzët. Big Brother i skanoi dy anët bazike që formuan personalitetin tënd, jetën dhe karakterin. Hyre në Big Brother, njohe, luftove, do fitosh më shumë se sa euro, po sa më parë ktheu në teatr këtu mes kolegëve. Prandaj ktheu mes miqve, publiku që të njeh, të do, të respekton dhe kërkoj të shoh ndryshe, duke luajtur role dhe jo më Laertin. Je pjesë e artit të skenës dhe jo e cirkut, ka përfunduar ai.